Zëri që lëviz komunitetin. Albaus TV për shqiptarët në Australi. Në fushën e Prishtinës në Dandenong, ku zhvillua Kupa e Qamil Regjepit e organizuar nga Klubi Futbolistik Prishtina në bashkëpunim me komunitetin shqiptar australian Dandenong Këshava. Kjo kupë ju kushtua të ndjerit Qamil Regjepi, njerit prej themeluesve të klubit në vitin 1985, i cili ishte këmbgulës që shqiptarët jo vetëm të kenë një klub të tyre në pjesën jugore të Melbourneit, por ai të shndrohet në një forcë dominuese të futbollit viktorian. Në këtë turne miqësor u përballen 4 skuadra: Heidelberg Eagles, Dandenong South, Shqiponja dhe Prishtina, përfshirë dhe veteranët e klubit që kishin luajtur në kohën kur Qamil Regjepi udhëhiqte klubin. Një numër i konsiderueshëm shqiptarësh u mblodhen për të përkujtuar veprën e tij dhe me këtë rast biseduam me disa prej tyre për të mësuar se kush ishte Qamil Regjepi dhe si e kujtojnë ata sot. Po Qamilin e njefim si miq, si shokë, dhe me Qamilin kemi punuar shumë kohë edhe bashkë, rrimi më afër për çdo gjë. Çfarë ka bërë për klubin Qamili që sot mban këtë nder? Po Qamili u mundua shumë për klubin, hodhi shumë parat e tija pas kohës i qenë për klubin dhe teshi ky klub të shkonte lartër dhe Qamili vajti blenë një klub nga Bosnjakët, ka Richmond United edhe Solë, thunë edhe Ninong, edhe... Po nuk ishte i vetmi, a? Po jo, kishte edhe shok tjerë, që Shaban Musa në atë kohë që punon edhe me te, Hamza, Veseli, që në këta Neati, Nevzati, që Vlajti, Asushi, ishin shumë një fillim, edhe u rrit klubi shpejt, sa edhe rrymë të tjerë njëzia. Por çfarë bënte Qamilin të veçantë që sot kujtohet këtu e jo këta persona të tjere? Po, Qamili që një ka shkaktari që për çdo gjë që du ishte, ka shmënduar shumë për ti. Lojtarë gjende të mirë. Për çdo gjë që njeriu që nuk deshesh klubit të shkonte poshtë, deshesh shkonte lartër klubit. Edhe këto interesonte shumë Qamilit, me ndihmat e shoqërisë, së shokëve, po Qamili më thashë për një gjë shumë të mirë. Është mirë sot që mbahet një gjë e këtillë që kujtohet? Jo, do të mbahet për shumë kohë, se njerëz se ajo na duhen, nesër mund kujtohet njëri tjetër, se pa ndihmat e njëri tjetërve s'mund të bëjmë neve. Edhe jo që ne këtu dominojmë, po dhe shqiptarët që janë nga Melbourne, nga Sheppertoni edhe këto ku janë, të tërë duhet ta afrojnë sa shmundin. Me forcë nuk mund ta bësh, po me dëshira, me gjëra më të mira. Të luftojmë me komunitet, me këto me festat, me këto që i festojnë, çdo që do të bëhet në popull. Qamilin unë e njoh që ka marrë këtu. Cilin vit? Kene 69, kene banu e i Farsaitit nga Prespa, kene banu bashk me Qamilin dhe me Selin. Me të ka vërdet edhe kur u feju me grunë e ti, unë e njohë dhe kam njoftë dhe grunë e ti, e kam shumë njeri i drejt, shumë njeri aktiv. A i ka dhanë shumë sukses ka dhanë edhe për Shqiponjën në të kohë, por sidomos për Prishtinën do t'ja pranojmë ke i na dhe foli Hakun i thomë në Shkodranë. Kjo se unë ty të bërzit, po Hakun do t'ja flasë. A i ka kënë lujtarë numër 11 e ka pasë, kur mërë të topin e vërtet bate gol nëse ka keni mirë. Ka keni mirë, i pa fjalë, se kemi pa disa njerë që kanë kënë nga të resësi, edhe kanë bashin fjalë për këtë. I ka kënë shumë mirë. Qamili ka kënë, për mu ka kënë numër 1. Unë kam banu një shpime dhe shumë kohë ishte pa unë njëftu me zonjën, si ka tash. Si mendoni sot që organizohet këtu? A është mirë për persona që kanë dhenë kaq shumë për klubin, por edhe ndoshta për komunitetin të nderohen? Niko, ne shqiptarë shumë kemi qef që marrim punën e ati tjetërit. Por, çka është e vërteta, aje meriton. Qamili e ka merituar dhe meriton se jo vetëm me financë, por edhe me shpirt punoj shumë. Unë e maj me ndishe këtu, a i shkujt e fushat në të kohë, vetë.
Më kupton, zonja ti ashtu në gushinë, shumë Qamili du t'ja pranoj. Ishte I pa vdekur. Ai ka vdekur, pas Ahmet, por për ne, edhe ata që e besojnë, ishte I pa vdekur. Për të mësuar figurën e Qamil Rexhepit duhet të kesh dhe njerëz të cilët kanë punuar dhe të cilët kanë jetuar me të, por duam sot të dim atë thelbin se si dhe kur u themelua klubi, sepse edhe Qamili nuk ka qenë I vetmi që ka filluar klubin. Një ndërta unë kam këtu edhe Raifin I cili ka qenë edhe lojtar, por ndoshta nga ata lojtarët e parë të cilët filluan së bashku me Qamilin dhe të tjerët. A mund na kujtojsh në atë kohë, cilin vit ka qenë dhe si ka filluar klubi? Po Nizami, unë ardha në Australi 1985. Edhe mbledheshim kështu neve këtu dhe kjo fusha, çdo natë po thojse, edhe lonim pak futbal. Por nuk ishte fusha e shqiptarëve. Nuk ishte tona, jo. E kishin Qilianët, edhe Springvale Condors. Edhe pas asaj, unë personalisht, Raif Lumani, që kur fillova, me Shuaib Vahit, që lonim këtu çdo akşam, edhe një ditë, si që thash përpara, u mlodhëm në Dandenong Show Greon, me ca grek lonim, edhe pe këtu, mbaruam lojën, shkuam dhe biljarda ku e kishte Ali Rizaj dhe Foster Street. Edhe këtu e gjetëm Shaban Musën. Edhe aju na shikoj, na pa që jo të ndërsirë, jo të palarë me baltrat, se ishte jagallek kohë, shi. Edhe Shabani tha, ku kini qenë kështu? Ne I thamë, kështu e kështu. Lonim soka. E aju tha, a duani të hapim klub? Neve thamë, a të presim. Edhe aju pe aty të enëm shkoj të japi klubin një Amacha League, që thonë këta. Edhe e filluam lojën, klubin e hapëm, një 7-8 loja, të cilat ne I fitonim shumë. 7-0, 8-0. Me çfarë emër luajnit? Çfarë emër kishte klubi? Me South Dandenong. Okay. South Dandenong, Prishtina. Po. Edhe pe këtu kishim një nga të rejse me ca Mauritians, u zunë disa lojtarë dhe na I mbyllët klubin. Pastaj Shabani me Qamilin shkuanë e blenë klubin Richmond United. Richmond United, kur e blenë ata, ne ardhmë dhe kjo fushë, edhe këtu e vazhduam atë mot e mbaruam me Richmond United, emrin. Se vepi s'mundesh ta vinim prapë Me cilat para e blenë ata? E blenë me parat e tyre? Po me parat, po. Me parat e tyre, mendoj. Do me thënë, filloi sezoni me emrin Richmond United, po. Edhe kështu, vite mbaruam me Richmond United, edhe pëzaj vitin tjetër, filluam a shumë e serë, South Dandenong, Prishtina. Edhe një kishta duhet të them që Shaban Musa, Qamili, kishim edhe një, cilin e kam unë shok të ngusht, Astrit Latifi, aju shumë ka kontribuar për këtë klub. 33 vjet, aju ka qenë këtu, punën e linte, jo vijat I bente, jo edhe e ka mbajtur klubin shumë kohë. Ne sot jemi aty dhe ponderojmë Qamil Rexhepin, punën e tij, mirë po nga kjo që the, a do t'ju kishit propozuar këshillit të klubit që diku të figuroj dhe emri I të ndjerit Shaban, sepse si mos fjalëve tënde aju ka qenë I pari që ka... Aju japi e formoj klubin, Shaban Musa. Në me thënë, do t'ishte mirë që edhe emri ati të figuroj dikun. Po, duhet. Edhe ajo duhet të bëhet, se nuk është të mirë. Sa nga të rinjt e din historinë të klubit?
A është mirë që të shkruhet kjo histori dikund aty në ambientet e klubit? Si duhet të shkruhet. Duhet të shkruhet, të kemi një drasë, kush ka filluar edhe gjerë më sot, ditën e sot me t'jenë të shinuara ato. A e fund faleminderit dhe s'ka përse. Unë shpresoj se edhe vitin e ardhshëm që do të vim këtu, jo vetëm ne, po edhe të tjerit të kenë pak një huri më shumë për këta figurat të cilët e kanë punë. Pastaj duhet të them që kanë kontribuar shumë këtu, po duhet të them ata, Shaban Musa, Gjamil Rexhepi edhe Astriti, këta janë, duhet të them ata të tre që kanë kontribuar për klubin. Unë faleminderit dhe të kaloni një ditë sa më të bukur. Faleminderit edhe ti kalon. Përveç lojrave të bukura futbolistike, kjo ditë u karakterizua edhe nga aktivitetet e ndryshme për fëmijë. Nuk munguan as ushqimet në zgarët të përgatitura nga Spit Shef Ramani, si dhe këngët polifonike me zë, një traditë e veçantë e zonës së Prespës dhe Këshavës, që pasuruan më tej kupën e Qamil Rexhepit dhe shndruan atë në një festë të vërtet komunitare. Këtë fshati ton mojneni, do t'i ben qytit, mojneni me di. Këtë fshati ton mojneni, do t'a ben qytit, mojneni se piteni, tullane ku, sa pas kanë Kupa e Qamil Rexhepit u përmbyll në një ambient të ngrohtë shoqëror ku tubuan shqiptar nga të gjitha pjesët e Melbunit. Edhe këtë vit kupa i takoi skuadrës së Prishtinës, e cila fitoi bindshëm ndaj ekipit të Shqiponjës. Megjithatë, kjo ndeshje nuk kishte karakter garues, por simbolik. Kjo ditë u dedikua të gjithë atyre që ishin të pranishëm për të kujtuar jo vetëm të ndjerin Qamil Rexhepin, por edhe Shaban Musën dhe shumë të tjerë që kanë dhënë kontribut për klubin dhe komunitetin. Klubi futbollistik Prishtina dhe komuniteti shqiptar australian Dandenong Këshava falenderojnë të gjithë pjesëmarrësit dhe i ftojnë ata në festivalin tradicional më 8 shkurt në ambientet e klubit, si dhe vetëm disa ditë më pas në hapjen e sezonit në NPL 2026-2027.